kur me hesht dhe kur me ndërhyr. Fatkeqësisht kur duhet me hesht nuk heshtin. Kur duhet me fol nuk folin. Në momentin kur bashorti ka nevojë që dikush t'i bëjë mohabet, veç që një person më afërt nuk i bën. Po. Duhet të flasësh në moment kur dashuria shuhet. Duhet të heshtësh kur të folurit ndes zjarrin. Kur ti do të folish dhe ndes zjarrin, ja flakën çiftit ose bashkëshortësisë ose familjes hesht. E pejgamberi sa më ka thënë, kush beson në Allah dhe në ditën e ahiretit, pra kjo kush beson, pra nëse ti beson duhet me bë kështu. Çka duhet me bë? Duhet me fol një fjalë hajrit, një fjalë mirë ose duhet me hesht. Me hesht po. Pse? Kanë thënë dietarët, heshtja është ilaç kur zemra është e ndezur.